بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قال في كتاب الكريم وقولوا لهم قولا معروفا صدق الله العظيم. Falënderimi dhe lavdrimi të kanë vetëm Allahut, krijuesi i gjithësisë, bamirësit e pakufishëm, ndërsa salavatet dhe selamet qofshin Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij fisnik dhe mbi të gjithë ata që e ndjekin dhe të ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allahu xhalla shanuhu wa jalla jalaluhu në Kur'anin famlar thot: "Wa qulu lahum qawlan ma'rufa", dhe flisni me to fjalë të mira. Po ashtu Allahu xhalla shanuhu thot: "O ju besimtar, përmbajuni mësimeve të Allahut dhe thuani fjalë të drejta." Allahu Gjeleshanuhu na tregon në shumë ajete kuranore se njeriu ka obligim që të thot fjalë të mira, që të thot fjalë të buta, që të thot fjalë të sjellshme, që t'i përdor këto fjalë për të përfituar zemrat e njerëzve. Allahu Gjeleshanuhu na tregon për ndikimin e madh që e kanë fjalët të mira sa i përket njerëzve. Dhe shpesh herë neve si besimtar dhe si musliman na ndodh momentin që jemi të trishtuar, të nervozuar apo të pikëlluar, vjen dikush dhe na thot një fjalë të mirë, në përse më njëherë gëzohemi dhe më njëherë na buzëqesh ftyra nga jo fjalë e mirë, sepse njeriu ka nevojë që ndonjëherë dëgjojë ndonjë fjalë të mirë për veten e tij. Kështu na mëson edhe Allahu Xheleshanu e Xhelexhelaluhu. Para mendon nëse vjen dikush dhe ti je nervozuar dhe të thot një fjalë e cila është më e rëndë edhe më shumë mund të prekësh edhe më shumë mund të nervozohesh. Prandaj Allahu Xheleshanuhu na tregon që njerëzve t'u flasim fjalë të mira, njerëzve t'u thomi fjalë të drejta, njerëzit i trajtojmë ashtu siç duhet, me butësi dhe me respekt të madh, që ta fitojmë kënaqësinë e Allahu Xheleshanuhu e Xhelexhelaluhu. Ishte një rast njëherë një perandor i madh dhe vendosi se njeriu i cili do thot një fjalë të mirë, shumë të mirë, do i jap 400 dirhem ari, dhe filloi duke lëvizur me ushtrinë e tij dhe i takonte njerëzit, dhe pa një ditë një plak i cili mbillte një ulli. Dhe e pa, tha, çfarë po bën o plak? Tha, jam duke mbill këtë pemën, këtë ullirin. Tha, por për çfarë mbill? Tha, se kjo i duhet 20 vite për dhënë frutet e saja. Dhe ky plak u buzëqeshi dhe tha, unë, tha, kam korrur ato që i kam mbjell ato më përpara. Tashta unë mbjell këtë që të korrin ato që do vinë gjeneratat pas meje. Dhe ky perandori tha, kjo ishte një fjalë e mirë shumë, dhe jepni një 400 dirhem këtij plakut. Dhe ja dhan ato, tha, ky përsëri buzëqeshi plaku. Dhe tha, po tash pse buzëqesh? Tha, unë ti më the në fillim se ky do e jape fritin mas 20 vitesh, por ky trungu im që jam duke mbjell tash unë, ky e dha fritin më një herë. Dhe perandori përsëri tha, dhe kjo, tha, ishte një fjalë shumë e mirë, jepi dirhem dhe 400 dirhem të tjera. Dhe plaku përsëri buzëqeshi. Dhe ky perandori tha, po tash pse buzëqesh? Tha, buzëqesh, tha, se ky jep një herë në vit fritet e veta. Ky trungu im, tha, ja, është duke dhënë 10 herë frite brenda një viti. Përsëri buzëqeshi dhe perandori dhe i dhanë 400 dirhem tjera dhe i tha ushtrisë së vet, largohemi sa më shumë se ky plak i mirë dhe ky plak i urtë do na i marrë gjithë thesaret e perandorisë tonë. Kështu është edhe fjala e mirë që godet të njerëzit, fjala e mirë të cilat pasuron, fjala e mirë të cilat jep të respekt ke njerëzit tjerë. Po ashtu ishte edhe një herë një plak i cili lipte në rrugë dhe kaloi aty një djalë i ri dhe tha, o gjish, unë duhet ta ndihmoj, dhe kur nxori nga xhepi nuk kishte pasuri fare, nuk kishte lek fare. Tha, të më falësh o gjish im, do shkoj në shtëpi, do i marr lekët dhe do kthehem. Dhe ky plaku që lipte aty në rrugë tha, jo, më mjafton, ti më dheje shumë më shumë se të tjerët. Tha, po nuk dash asgjë, si mund të gëzohesh kaq shumë? Jo, tha, sa njerëz kalojnë këtu gjithë ditën, asnjëri nuk ka thënë o gjish, ajo fjala jote e butë dhe e mirë më gëzoi aq shumë sa që nuk ka nevojë të më japësh asgjë, se më dhe respektin në cilën unë e kërkoja shumë e shumë vite. Kështu na mëson Allahu Xheleshanu e Xhelexhelaluhu, kështu na mëson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që me njerëzit të jemi të mirë dhe të butë, dhe me njerëzit të flasim fjalë të mira, me njerëzit të flasim fjalë të buta, sepse ndikojnë te njerëzit. Kështu duhet bëhemi ne që kur qëndrojnë njerëzit me ne, të kënaqen nga fjalët e mira të tonat, dhe jo të bëhemi nga ato njerëz se kur të rinë njerëzit me ne, mundohen sa më shpejt të largohen nga ne për shkak nga fjalët e këqija apo nga fjalët se nuk janë në vendin e duhur. Inshallah Allahu Xheleshanu e Xhelexhelaluhu
na bën nga ato njerëz që gjithmonë të flasin fjalë të mira, gjithmonë të flasin fjalë të buta, ta shohim një njerëz i cili është në nevojë, mundohemi të ndihmojmë dhe t'i thomi një fjalë të mirë, ta gëzojmë atë, t'i thomi diçka të mirë, cilin edhe ai ta kalojë atë brengën dhe stresin cilin e ka. Inshallah Allahu xhaleshanu ve xhelaluhu na fal, na mëshiron, na begaton me mirësitë e tija pafundme dhe na bën nga ato njerëz që gjithmonë flasin fjalë të mira. Inshallah Allahu xhaleshanu na i pranon të gjitha lutjet, të gjitha duat, të gjitha ato agjerime që i bëjmë në këtë muaj. Inshallah Allahu xhaleshanu ve xhelaluhu këto agjerime që i bëjmë na pranoj të gjitha lutjet dhe duat dhe gjitha ato të cilët i bëjmë në këtë muaj. Inshallah Allahu xhaleshanu na fal, na mëshiroj dhe të na beqatoj me xhenetul firdaus. Lillahi al-Fatiha.